këtë edicion do të ndiqni. 1 januar 1998, 20 qershor 1999 janë dokumentuar gjithsej 12.230 viktima të luftës në Kosovë. Pastrohet hapësira bllokuar nga mbeturinat pranë tregut të Gjelbër. Premiera Spider-Man bashkë me lojën shpërblyese të premten në kino Hyria Hana. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë ka lancuar raportin preliminar për viktimat e luftës, i cili dokumenton pasojat e konfliktit gjatë periudhës 1 januar 1998 dhe 20 qershor 1999. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se në këtë periudhë kohore janë dokumentuar gjithsej 12.230 viktima të luftës në Kosovë. Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë ka lansuar raportin preliminar për viktimat e luftës, i cili dokumenton pasojat e konfliktit gjatë periudhës 1 janar 1998, 20 qershor 1999. Në ceremoninë e publikimit të listës, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se raporti përbën një dokumentim të rëndësishëm të pasojave të luftës dhe të krimeve të kryera në Kosovë. 1998, 20 qershor 1999 janë dokumentuar gjithsej 12.230 viktima të luftës në Kosovë. Raporti dokumenton se në grup moshën nga 0 deri në 17 vjeç janë 1.027 fëmijë të vrarë, 94 kanë vdekur si pasojë e kushteve të luftës, ndërsa ende nuk dihet për fatin e vendodhjen e 100 fëmijëve të zhdukur me dhunë. Kurti tha se Serbia duhet i hap arkivat ushtarake për zbardhjen e fatit të zhdukurve. Mosbatimi nga Serbia i deklaratës së Brukselit për të zhdukurit me dhunë e dakorduar me 2 maj 2023, përkatësisht refuzimi për të hapur arkivat e ushtrisë është dëshmi se shteti fqinj vazhdon të ikë përgjegjësisë për krimet e kryera në vendin tonë gjatë luftës së fundit. Kryeministri Kurti foli edhe për gërmimet në Zubin Potok, për të cilat tha se dyshojmë se mbetjet mortore mund t'ju përkasin intelektualëve të zhdukur të Mitrovicës. 23 sosh të cilët u rrëmbyen dhe u zhdukën dhunshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualve në Mitrovic, ne nuk mund ta konfirmojmë që bëhet fjalë për ta, por ky ka qenë dyshimi ynë i menjëhershëm. Drejtori i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë dhe Hetemi shpjegoi metodologjinë e përdorur për hartimin e listës, duke theksuar se në të janë përfshirë vetëm rastet që plotësojnë kriteret e përcaktuara dhe mbështeten në dokumentacion të verifikuar. Numri i përgjithshëm i personave të përfshirë në listë është 13.227 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekur si pasojë e luftës. Nëse e bëjmë një analizë krahasimore me numrin e atyre që janë vrarë gjatë periudhës së luftës, të dhënat tregojnë që gjatë periudhës së luftës janë vrarë 92.5% të numrit të përgjithshëm të këtyre viktimave, respektivisht 12.230 persona, ndërsa në periudhën e pas luftës, respektivisht 21 qershor 99, 31 dhjetor 2000, janë vrarë 997 persona. Në ceremoninë e publikimit të listës u tha se raporti përbën një dokumentim të rëndësishëm të pasojave të luftës dhe të krimeve të kryera në Kosovë dhe se i njëjti do të plotësohet me dëshmi të reja. Në pikat kufitare Vërmic, Kull, Qaf, Prush, Morin dhe Krushev, aktualisht situata po konsiderohet e qetë, sa i përket fluksit tek hyrjet e daljet. Kapiten Driton Morina në një lidhje virtuale me mediumin ton u ka bërë thirrje qytetarëve që para udhëtimeve të informohen për gjendjen në pikat kufitare dhe të respektojnë udhëzimet e zyrtarëve policor. Policia kufitare e rajonit perëndimor po vazhdon monitorimin e situatës dhe fluksit të qytetarëve në pikat kufitare të Shumbulon, me qëllim të garantimit të një qarkullimi sa më të rregullt dhe menaxhimit efikas të çdo situate. Sipas autoriteteve, në mbikëqyrje janë pikat kufitare në Vërmic,
Kull, Qafprush, Morin dhe Krushev. Policia kufitore në vazhdimsi është në monitorim situatës dhe lëvizjeve të qytetarëve në pikat kufitore. Nëse flasim për pikat kufitore që i takojnë Drejtorisë Rajonale të Policisë Kufitore Perëndimit, cila ka mbikëqyrje pikën Vërmit, Kull, Qafprush, Morin dhe Krushev, atëherë ne si drejtori, po gjithë përgjithësia, çfarë situatë e cila kërkon angazhim shtesë, merr prioritet dhe varësisht nga ajo mirë mosa për menaxhim sa më të mirë. Aktualisht gjendja në pikat kufitare paraqitet të qetë, sipas kapitenit Driton Morina. Momentalisht në pikat e qarkullimit ku ka qarkullime të madh si Përmica, Kulla, pritjet janë deri në 5 minuta, ndërsa në pika tjera pritjet janë deri në 3 minuta. Pra qarkullimi këtë pjesë të ditës zhvillohet normalisht pa ndonjë ngarkesë. Gjatë lidhjes virtuale, mes tjerash, kapiteni Driton Morina paraqiti edhe statistikat e 24 orëve të fundit për qarkullimin automjeteve dhe qytetarëve në pikat kufitare. Mund të flasim për 24 orë të fundit në pikat e kalimit kufitar, cilat ne mbikëqyrëm si drejtori. Hyrje dhe dalje janë nga automjete. Hyrje dhe dalje automjete janë 20.118, kështu janë raportu. Ndërsa persona, hyrje dhe dalje janë 58.482 persona. Policia kufitare u bën thirrje qytetarëve që para udhëtimeve të informohen për gjendjen në pikat kufitare dhe të respektojnë udhëzimin të zyrtarëve policor, me qëllim që qarkullimi të zhvillohet pa pengesa. Në redaksin tonë, disa herë kanë arritur ankesa nga qytetarët për një hapësirë me mbeturina, e cila shfrytëzohej nga një tregtar në afërsi të tregut të Gjelbër. Por gjatë të mërkurës, kjo hapësirë është pastruar plotësisht. Ndjekim kronikën për të kuptuar detaje shtesë të kësaj situate. Pas ankesave të shpeshta në redaksin ton nga qytetarët, është pastruar hapësira me mbeturina e shfrytzuar nga njëri prej premshitësve në afërsi të tregut të Gjelbërt. Pronari i dyqanit, gjatë intervistimit, i tha televizionit Syri që kjo hapësirë do të pastrohet dhe nuk do të shfrytëzohet më nga i njëjti. Bashkëpunimi i mediumit ton, komunitetit, bizneseve e drejtorisë për inspektime në komunën e Gjakovës ka bërë që kjo hapësirë të jetë e pastër si rrjedhojë e komunikimit të mirëfillt të gjitha palëve. Qytetarët e zonës përmes adresës elektronike janë ankuar për aromën e keqe që shkaktohet nga mbetjet e pemëve dhe perimeve, si dhe grumbullimi i insekteve të ndryshme përgjatë kësaj hapësire. Televizioni Syri është gjithmonë adresë për komunitetin e Gjakovës, me qëllim që ankesat e qytetarëve të trajtohen me prioritet në bashkëpunim me të gjitha palët. Premiera e filmit Spider-Man këtë të premtë shfaqet në kineman Hyrje Hana. Donjeta Bobi, menaxhere marketingut, tha se të gjithë filmdashësit që blejnë bileta do të bëhen pjesë edhe e një loje shpërblyese, me qëllim që i gjithë eventi të shoqërohet me sa më shumë argëtim. Adhuruesit e Spider-Man kanë arsye për festë. Këtë të premte, me 31 korrik, në kino Hyrje Hana, shfaqet premiera shumë pritur e filmit Spider-Man Brand New Day. Por para nisjes së filmit, publiku do të ketë mundësi të bëhet pjesë e një eventi të veçantë. Kino Hyrje Hana, si gjithmonë edhe këtë javë, po e bjen premierën e shumë pritur Spider-Man Brand New Day, një premierë botënore, e ku kjo premierë në Kino Hyrje Hana do të jetë me datën 31 korrik të premten. Premiera e filmit është në orën 20. Përpara premierës së filmit e kemi organizuar një event, një koktel, ku ju ftojmë të gjithëve marrë dhe me shiju koktelin ton. Disa nga sponsorët tonë që na kanë mbështetur janë Uji 3 Pika, Frosti, po ashtu dhe Bira Peja. E të gjithë ata që blejnë biletën e premierës do të kenë mundësi të bëhen pjesë e një loje shpërblyese. Ne kemi organizuar dhe një lojë shpërblyese. Të gjithë ata që e blejnë biletën marrin pjesë në lojën tonë shpërblyese. Disa prej shpërblimeve janë një palë syze mellër nga doktoresh Vjolca Gojani, një set kozmetike për meshkuj, po ashtu edhe për femna nga Hoffman, edhe 3 bluza me Spider-Man nga Zip Creative. Kino Hyrje Hana vazhdon të sjell filmat më të kërkuar dhe premierat më të reja për adhuruesit e kinemas. Disa kubëza të hequra nga një pjesë e trotuarit përgjatë lumit Lukac po vlerësohen shqetësuese për infrastrukturën e zonës. Banorët thonë se ky problem infrastrukturor ka më shumë se 3 javë dhe i njëjti edhe mund të zgjerohet nëse nuk sanohet me kohë.
Trotuari pranë shëtetores së shtratit të Lumit Lukac, një hapësirë e frekuentuar nga qytetarët për ecje dhe rekreacion, po përballet me dëmtime të konsiderueshme. Në redaksinë e televizionit Syri kanë arritur fotografi dhe video nga qytetarët, ku shihet se kupzat në disa pjesë të shtegut janë larguar dhe sipërfaqja është dëmtuar, duke vështirësuar lëvizjen e këmbësorëve. Nga imazhet e siguruara këtë të mërkur nga kamera e Syrit, shihet se në afërsi të zonës së dëmtuar po zhvillohen punime, ndërsa banorët shprehen se dëmtimet dyshohet se janë shkaktuar nga automjetet e rënda të kompanive që po punojnë aty pranë dhe që sipas tyre nuk kanë treguar kujdes gjatë zhvillimit të punimeve. Qytetarët kërkojnë që dëmtimet të stanohen sa më shpejt dhe kompanitë përgjegjëse të mbajnë përgjegjësi për çdo dëm të shkaktuar në infrastrukturën publike prej më shumë se 3 javësh. Historia e mohuar e kombit shqiptar është libri më i ri i autorit Besim Hoti, promovimi i të cilit u bë sot nga shoqata e intelektualeve Jakova. Folësit e pranishëm në promovim shprehen mirënjohjet e tyre për punën e autorit, duke e vlerësuar si një prurje letrare të punuar me shumë përkushtim. Histori e mohuar e kombit shqiptar. Me fokus në historinë dhe identitetin shqiptar, shoqata intelektualve Jakova organizoi promovimin e librit nën hijen e epiteteve Historia e mohuar e kombit shqiptar të autorit Besim Hoti. Në këtë aktivitet, fjalën hyrëse e mbajti kryetari i shoqatës intelektualve Jakova. Libri, pasi botohet, nuk i përket më vetëm autorit, ai hyn në hapësirën publike ku dialogon me lexuesin, studiusin dhe kohën. Pikërisht këtë dialog dëshiron ta nxjisë edhe shoqata intelektualve Jakova. Recensenti i librit u shpreh se leximi i kësaj vepre ishte emocional për të. E thekson se historia e këtij komuniteti ka mbetur në hijen e etiketimeve të padrejta dhe është mbruara duke kërkuar rikthimin e së vërtetës historike dhe identitare. Kur lexoj këtë pjesë, sidomos pjesën e parë, më mendoj që është shumë e dhimbshme, një pjesë shumë e dhimbshme që unë kam pas shumë emocione, duke njoft personalitetin e Bislimit, duke njoft të gjitha ato. E as fjalët vlerësuese nuk munguan për autorin Hoti. Ju sot keni marrë një nismë që shumë e kanë parë ëndër, por askush nuk ka mund të guxojë ta thotë me vlerë si që keni shprehur ju. Vetë autori tregon se çfarë lexuesi do të gjejnë brenda faqeve të librit. E kam shkruar sepse ky libër është libër i parë, jo vetëm në Kosovë, por gjithë atrojë shqiptare, për shkak të keqpërdorime, bullizime me epitete falso që një pjesë e kombit shqiptar padrejtisht është ndarë nga populli shumicë vetëm për shkak të ngjyrës së smer. Këto epitete falso, Magjob ose Egjiptian ose Ashkali nuk bazohen dhe nuk kanë kurrë identiteti kombëtar sepse nuk i lidh as çështja identitare, as çështja territoriale, as dhënat historike, as arkeologjike. Prandaj mendoj që deri me tani është koha e fundit që t'i themi stop, sepse është koha që të bëhet shqiptaria bashkë. Në promovim u tha se libri thyen tabu dhe përcjell mesazhin se identiteti nuk përcaktohet nga ngjyra, por nga gjuha, gjaku dhe përkatësia kombëtare. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një artitujt kryesor të këtij edicioni. 1 janar 1998, 20 qershor 1999 janë dokumentuar gjithsej 12.230 viktima të luftës në Kosovë. Pastrohet hapësira bllokuar nga mbeturinat pranë tregut të Gjelbër. Premiera Spider-Man bashkë me lojën shpërblyese të premten në kino Hyrje Hana. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.